Me qenë se u përmend seriali, a ka pasur oferta ai për të qenë pjesëmarrës në projekte që siç e quan ai më komerciale. A mu kapetani ka thonë veç kuf se rrezikohem, se mos me gjuhë tjetër kanë pas gjurës. Kom pas edhe vazhdoj me pas edhe mirë që janë, sepse dhe ajo është punë e jona. Nëse pyeta e donë ma shumë teatrin apo filmin, normalisht që për mua është teatri, po edhe filmin e bëj me shumë qef. Duhet me u përshtatë, unë menoj që qështë e lyp puna, duhet me u përshtatë në teatr. Në teatr ti nuk mundesh me dalë me një ditë prova. Duhesh me bon një muj e do ditë të paktën për me dalë me një rezultat të mirë. Edhe në fund, ajo të thash që vlerësohet me atë duart rokitje, me atë entuziazëm që e ka publiku në atë moment. Sepse ti e vren, aty nuk ka falsitet. Ka njerëz që kanë marrë rrugë, janë çu prej shtëpisë dhe kanë ardhur me të pa aty. Kështu që ajo është një vlerësim. Përkundër për shembull që prapë është vlerësim, edhe nëse dikush në YouTube ose në televizion të sheh, secila e ka vendin e vet, tani varet aktori se ka don me i dhënë kohë edhe ku e nin veten më mirë. Varet prej secilit individ.